92. Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim, as kënaqësinë e lumtur në xhennet, derisa të mos e jepni më të dhëmshmen, më të dashurën e pasurisë suaj. Çka do të jepni për Zotin, Allahu atë e di. I tër ushqimi ishte i lejuar për bijtë e Izraelit, përveç atij që Israili, Jakubi, para se të zbriste Tevrati, i andaloi vetvetes. Thuaju, sillni pra një Tevrat dhe lexoni atë, nëse jeni të vërtet në çka thoni. Ai që edhe pas kësaj shpif gënjeshtra kundër Allahut, ata vërtet janë mizor. Thuaj, Allahu e tha të vërtetën, pra ndiqni fenë e pastër të Ibrahimit, sepse ai nuk u takonte idhujtarve. Shtëpia, xhamia, e parë ndërtuar për njerëz, është ajo në Bek, Mekë, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në te, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë Qabes është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit. Thuaj, o idhtar të librit, përse i mohoni ajetet, argumentet e Allahut, e Allahu mbikëqyr atë që veproni. Thuaj, o idhtar të librit, përse e pengoni atë që besoni nga rruga e Allahut, duke u angazhuar që ta paraqitni atë të shtrembër, ndërsa vetë ju jeni dëshmuar se është e vërtet. Veprimi juaj nuk mund t'i shmanget mbikëqyrjes së Allahut. O ju që besuat, në qoftë se ju i bindeni një grupi të atyre që iu është dhënë në libri, ata pas besimit tuaj do t'ju kthejnë në mosbesimtar. Si bën të mos besoni, kur juve janë duke ju lexuar, duke ju shpallur ajetet e Allahut dhe kur në mesin tuaj gjendet i dërguari i tij. E kush i përmbahet fesë së Allahut, ai padyshim është i udhëzuar në rrugën e drejtë. O ju që besuat, kini e frikë Allahun me sinqeritet të vërtet dhe mos vdisni pos vetëm duke qenë musliman, besimtar. Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fen dhe Kuranin e Allahut e mos u përçani, përkujtonje nimetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se ta pranonit fen islame, ishit të armiqësuar, e ai bashkoi zemrat tuaja dhe ashtu me dhuntin e tij agua të jeni vëllezër. Madje ishit në buzë të greminës së xhehenemit, e ai ju shpëtoi prej tij. Po kështu Allahu u asqaron juve argumentet e veta që ju ta gjeni të vërtetën e lumtur. Nga ju le të jetë grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja, të tillët janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan pasi u patun zbritur argumentet, ata do të pësojnë një dënim të madh. Në ditën kur ka fytyra që zbardhen dhe ka fytyra që nxihen, e për sa u përket atyre fytyrave që janë nxirr, u thuhet: a edhe pas besimit tuaj u bët pa besimtar? Vuni e pra dënimin për shkak se ishit që nuk besojshit. Ndërsa atyre që fytyrat e tyre u janë zbardhur, ata janë në mëshirën, xhenetin e Allahut dhe aty janë përgjithmonë. Ja, këto që po t'i lexojmë ty janë argumentet e sakta të Allahut, e Allahu nuk është ai që e do pa drejtësinë për njerëz. Të Allahut janë çka në qiell dhe çka në tokë, dhe vetëm të Allahu kthehen çështjet. Jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni në Allahun. E sikur idhtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më e mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit. Ata kurse si nuk mund t'ju sjellin ndonjë dëm juve, përveç ndonjë shqetësimi, po edhe në ju luftofshin
ata do të zbrapsen për jush. Mandej, ata nuk janë të ndihmuar. Atyre, jehudive, u është të vënë njodh e nënçmimit kudo që të gjenden, vetëm nëse kapen për litarin, fen e Allahut dhe kthehen në besën e njerëzve të muslimanëve. Ata kanë shkaktuar kundër vetes përbuzje nga Allahu, andaj atyre u është të shtruar shtypja e mjerimi. Këtë për shkak se ata i mohonin argumentet e Allahut, i mbytnin mizorisht pejgamberët dhe për shkak se kundërshtonin udhëzimet e Zotit dhe te kalonin çdo normë njerëzore. Ata, hidhtarët e librit, nuk janë të njëjtë. Nga hidhtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë ajetet e Allahut duke u lutur. I besojnë Allahut dhe së ditës, këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat, përpiqen për punë të dobishme, edhe ata janë prej të mirëve. E çfarë do të mire që bëjnë, ajo nuk u mohohet, Allahu i di shumë mirë të devotshmit. S'ka dyshim se atyre që nuk besuan, nuk do të bëjnë dobi ndaj dënimit të Allahut, as pasuria e as fëmijët e tyre. Ata janë banues të zjarit dhe aty janë përgjithmonë. Shembulli i asaj që ata i japin në këtë jetë për t'u lavdëruar e për të përmendur, është si një errë me mbreshër që godet dhe shkatron të mbjellat e një populli që e ka lëshuar rrugën në dëm të vetes. Allahu nuk u bëri zullum atyre, por ata ishin që i bën të padrejt vetes së vet. O ju që besuat, mos i zini për miq të ngushtë të tjerët jashtë mesit tuaj. Ata nuk pushojnë së vepruari në dëm tuajin, u dëshirojnë që u mundon juve. Urrejtja kundër jush duket në gojët e tyre, por ajo që fshehin në gjoksat e tyre është edhe më e madhe. Ne, pra, u kemi sqaruar faktet nëse ju i kuptoni. Ja, ju, musliman, jeni që i doni ata nuk u duan juve. Madje, ju i besoni librat në tërësi, të gjitha shpalljet, e kur u takojnë thonë, ne kemi besuar, e kur veçohen, ata mlefi kundër ngrisin majt e gishtërinjve. Thua ju, vdisni me atë mlef, tuajin. Allahu i di shumë mirë se çka mbajnë të fshetat zemrat e tyre. Nëse ju përjetoni ndonjë të mirë, ata i dëshpron ajo, e nëse u godet ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Po, në qoftë se ju bëni të durueshëm dhe ruajni mëkateve, dinakëria e tyre nuk do të tu dëmtoj as pak. Është e sigurt se Allahu e ka në dorë atë që punojnë ata. Përkujto, o i dërguar, kur dole nga familja jote që tua përcaktosh besimtarëve vendet për luftë, e Allahut është që dëgjon fjalët dhe që kupton qëllimet. Kur dy grupe prej jush gati u treguan të dobta, po Allahu ishte që u ndihmoi atyre që të mos largoheshin, andaj besimtarët le të mbështeten vetëm Allahut. Allahu u ndihmoi juve në Bedër, kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës keni frikë nga Zoti. Kur ti u thoshe besimtarve, a nuk është mjaft për ju që Zoti juaj t'ju vazhdojë ndihmën me 3000 engjëj të zbritur? Po, nëse jeni të qëndrueshëm e të matur, e ata, armiqt, t'ju vinë tash në këtë moment, Zoti juaj u vazhdon juve ndihmën me 5000 prej engjëjve të ushtruar për luftë ose të shënuar. E atë ndihmë, Allahu nuk e bëri për tjetër, por vetëm për t'ju gëzuar dhe me të qetësoj zemrat tuaja. Përndryshe, ndihma vjen vetëm prej Allahut, gallënjyesit të urtit. Unë ndihmoj që ta këpus një grup nga ata që nuk besuan, duke i mbytur azën robër, ose për t'i demoralizuar dhe ashtu të kthehen të dëshpruar. Ty nuk të takon asgjë rreth çështjes se a do t'u pranoj ai pendimin apo do t'i dënoj ata. Në të vërtet ata janë zullumqar. Vetëm e Allahut është gjithçka në qiej e në tokë. Ai fal atij çdo dhe ai dënon atë që do. Allahu është mëkatfalës, mëshirues.
O, ju të cilët besuat, mos e hani kamatën që po e shumë fishoni dhe kini frikë dënimin e Allahut, ashtu që të gjeni shpëtim. Dhe ruajuni zjarit që është përgatitur për pabesimtarët. E bindjuni Allahut dhe të dërguarit, ashtu që të mëshironi. Dhe ngutuni me punë që meritoni, në falje mëkatësh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit, të cilët japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mlefin, që u falin të keqen njerëzve, e Allahu i do bamirësit. Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetes së tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, e kush i fal mëkatet përveç Allahut, dhe që duke ditur nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar në të keqen. Shpërblimi të tillë është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet në për të cilët rrjedhin lumenj e aty do rrinë përgjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë. Përpara jush kanë kaluar popuj ndaj të cilëve janë zbatuar ligjet, ndaj udhtoni nëpër tokë dhe shikoni si që përfundimi i atyre që përgënjeshtruan. Ky Kurani është sqarim për njerëzit, është udhëzim dhe këshill për të devotshmit. E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshproni shpirtërisht, derisa ju jeni më të lartit, po që se jeni besimtar të sinqert. Në qoftë se juve u preku çka u dhemb në Uhud, edhe atë popull, armikun, e pat prekur dhembje si kjo e juaja në Bedër. Ne, këto ditë i ndrojmë, u japim në përdorim mes njerëzve për të ditur tek Allahu ata që besuan dhe për të zgjedhur disa prej jush për dëshmor, ose dëshmues. Allahu nuk i do zullumqtarët. Dhe që Allahu t'i pastroj besimtarët, ndërsa gradualisht t'i shkatroj mos besimtarët. A mos menduat ju se do të hyni në xhenet e Allahu pa i ditur, pa u vërtetuar në praktik se cilët prej jush kanë luftuar dhe pa u ditur cilët prej jush ishin të durueshëm. Ju ishit ata që dëshironit vdekjen para se të ballafaqoheshit me të. Ja pra, atë e pat dhe e shikuat me sytë tuaj. Muhamedi nuk është tjetër vetëm se i dërguar. Edhe përpara tij pati të dërguar, që vdiqën ose u vran. E nëse ai vdes ose mbytet, a do të ktheheshit ju prapa nga feja ose lufta? E kushdo që kthehet prapa, ai nuk i bën dëm Allahut as pak, kurse Allahu do t'i shpërblej mirënjohësit. Askush nuk vdes pa vullnetin dhe lejen e Allahut. Ai është shënim i afatit të caktuar, e kush e dëshiron shpërblimin e kësaj bote, ne atij ja japim, e kush e dëshiron shpërblimin e botës tjetër, edhe atij do t'i japim atë, kurse mirënjohësit ne do t'i shpërblejmë. Esa pejgamber pati që së bashku me të luftuan turma të mëdha besimtarësh, dhe për atë që i goditi në rrugën e Allahut, ata nuk u dobësuan dhe nuk u përrullën. Allahu i do durimtarët. Fjala e tyre nuk ishte tjetër pos vetëm të thonin: Zoti ynë, na i fal mëkatet tona dhe lëshimet në punët tona dhe na forcon në vendet tona në luftë, ndihmona kundër popullit jo besimtar. Ndaj Allahu u dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do punëmirët. O besimtar, nëse u nështroni jo besimtarve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit, në kufër, dhe atëherë do të jeni të humbur. Sepse vetëm Allahu është ndihmëtari juaj dhe ai është më i miri ndihmës. Ne do të mbjedhim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan, sepse ata Allahut i tridhojnë e i mveshin zotat të tjerë, duke mos pasur për të kurfar fakti, ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorëve. Allahu përmbushi premtimin e vet ndaj jush, nga se me vullnetin e tij i korrët ata me shpata
deri kur u dobësuat dhe u përçan ndërmjet vete në çështjen e vendit që u pat caktuar pejgamberi, dhe pasi vretet atë që e dëshironit pren e luftës, atëherë kundërshtuat urdhrin e pejgamberit. Pati prej jush që e deshën këtë jetë, ata që u ngutën pas pres, e pati prej jush që e deshtën botën tjetër. Pastaj, për t'ju sprovuar, u zmbrapi juve nga ata. Po Allahu u fali juve, Allahu është të dhërues i madh ndaj besimtarve. Dhe kur largoheshit e kur përfillshit asnjëri tjetrin, ndërsa i dërguar ju thërriste mbrapa, atëherë u goditi me dëshpërim për dëshpërim që i shkaktuat pejgamberit, ashtu që mos pikëlloni për atë që u shpëtoi prej luftës, as për atë që u goditi. Allahu është i njohur hollësisht me atë që veproni. Mandej, pas asaj tronditjeje të rënd, ai u lëshoi sa për qetësim, një kotje, gjumi të lehtë, që i kaploi një grup prej jush, kurse një grup i kishte preokupuar vetëm çështja e vetvetes. Ata formuan bindje të padrejtë ndaj Allahut, bindje ignorante, e thonin: ne nuk kemi në dorë asgjë nga kjo çështje. Thuaj, e tërë çështja është vetëm në duar të Allahut. Ata fshehin në vetvete atë që ty nuk ta shprehin. Thonin: sikur ne të kishim diçka në dorë në këtë çështje, ne nuk do të mbyteshim këtu. Thuaj, edhe sikur të ishit në shtëpitë tuaja, atyre që është caktuar mbytja, vdekja, do të dilnin në vendin e flijimit të tyre. Në mënyrë që Allahu të provojë atë që është në zemrat e tuaja, sinqeritetin ose hipokrizin, dhe që të pastroj atë që është në zemrat e tuaja. Allahu i di shumë mirë të fshetat në zemrat. Vërtet, ata që u zbrapsën prej jush ditën e ndeshjes së dy grupeve, besimtar dhe judhujtar në Uhud, ata vetë djalli i shtyri të rëshqasin me disa punë të tyre që i bën, po Allahu a fali atyre gabimin. Allahu është mëkatfalës dhe i butë. O besimtar, mos u bëni si ata që nuk besuan dhe për vëllezërit e tyre që kishin dalë në udhtim, tregtie e gjallërimi, ose që kishin shkuar në luftë, thonin: sikur të kishin ndetur pra nesh e të mos dinin atë bindje, Allahu ua bëri një dëshpërim në zemrat e tyre. Pse Allahu është ai që jep jetë dhe jep vdekje, dhe Allahu sheh atë që ju punoni. E sikur të ishit mbytur në rrugën e Allahut, ose tu kishte zënë vdekja, do të gëzonit falje e mëshirë prej Allahut, që është shumë më e dobishme se ajo çka ata grumbullojnë. Po edhe nëse vdiqet në shtrat ose u vrat, patjetër do të tuboheni te Allahu. Ti ishe i butë ndaj atyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrasht e zemër fort, ata do shkapërderdheshin prej teje. Andaj ti falju atyre dhe kërko ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që mbështeten. Nëse Allahu dëshiron t'ju ndihmoj, s'ka kur që mund t'ju mposht, e nëse ai ju lë pa ndihmë, atëherë kush është ai pas ti që do t'ju ndihmoj? Pra, vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. Asnjë pejgamberi nuk i takoi të bëj hile, dhe kush bën hile në ndarjen e plaçkës së luftës, ai në ditën e Kiametit vjen i ngarkuar me atë që ka bërë. Pastaj secilit njeri i jepet ajo që e ka fituar, duke mos iu bërë e padrejtë. A është i njëjtë ai që iu bind Allahut dhe kërkoi kënaqësinë e tij, si ai që tërhoqi kundër vetes hidhërim të madh nga Allahu, dhe armja e tij është xhehenemi, që është përfundim shumë i keq. Ata kanë dallim te Allahu, e Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë. Është e vërtet se Allahu u dha dhuratë të madhe besimtarve, kundërta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexoj shpalljen e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj Kur'anin dhe Sheriatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. E kur juve u godit një dështim në Uhud, e që ju i apatë dhën atë dy fish, armikut në Bedër, thatë: prej nga kjo, thuaj, ajo është nga vetë ju. S'ka dyshim se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send.
Ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve, besimtarët dhe idhujtar, ishte me lejen e Allahut për t'u dalluar besimtarët e sinqert. Dhe për të ditur ata që ishin hipokrit, atyre u është thënë, e janë e luftoni në rrugën e Allahut ose mbroni veten. E ata thanë, sikur të dinim se do të luftohej, ne do të vinim pas jush. Në atë moment ata ishin më afër mosbesimit se besimit. Flisnin me gojët e tyre ata që nuk e kishin në zemrat e tyre, po Allahu e di mirë për atë që fshehin. Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u thanë, sikur të na dëgjon neve e të ktheheshin siç u kthyem ne, nuk do të mbyteshin. Thua ju, largoni e pra vdekjen prej vetes suaj nëse jeni të sigurt çka thoni. Kurse si të mos mendoni se janë të vdekur ata që rranë dëshmor në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u ushqyer te Zoti i tyre. Janë të gëzuar me atë që u dha Allahu nga të mirat e tij, dhe atyre që kanë mbetur ende pa i bashkuar radhëve të tyre, u marrin myshde se për ta nuk ka as frikë dhe as që kanë pse të brangosen. Ata janë të gëzuar me begati e dhurata që u dha Allahu, dhe s'ka dyshim se Allahu nuk u humb shpërblimin besimtarve. Të cilët edhe pasi i goditi plaga i u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit. E për ata prej tyre që bën mirë dhe u rujtën është një shpërblim i madh. E atyre shokëve të pejgamberit që dikush u tha, populli i dhujtarët është të tubuar t'ju sulmoj, pra kini frikë. Ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin e thanë, neve na mjafton që kemi Allahun, ai është mbrojtësi më i mirë. Dhe atë, pa i gjetur kur fare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën kënaqësinë e tij. Allahu është dhurues i madh. Po atë propagandë e bëri vetëm shejtani që dëshironte me miqtë e vet, i dhujtarët, t'ju friksoj, po ju mos u friksoni prej tyre. Frikësomuni mua nëse jeni besimtar. E ty të mos të brengosin ata që përpiqen për mos besim. Ata kurse si nuk mund të dëmtojnë asgjë Allahun. Allahu me urtësinë e vet dëshiron që atyre të mos u takoj kurfar e mire në botën tjetër dhe ata kanë një dënim të madh. Ata që në vend të besimit pranuan kufrin, nuk i bëjnë asgjë dëm Allahut, ata i pret një dënim i idhët. Të mos mendojnë ata që nuk besuan se afatin që u dham ne atyre të jetojnë, është në dobi të tyre. Ne i lam të jetojnë vetëm që shtojnë edhe më shumë mëkate, se ata i pret dënim nënçmues. Allahu nuk është që t'i lë besimtarët ashtu si qeni, pa dalluar të keqin nga i miri. Allahu nuk ju zbulon juve të fshetat, e të dini se që mbajnë në zemrat e tyre. Por Allahu është ai që nga të dërguarit e vet zgjedh atë që do, e i zbulon ndonjë të fshehtë. Prandaj, besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, e në i besofshit dhe nëse ruani, atëherë ju keni një shpërblim të madh. Ata të cilët bëjnë kooperaci me atë që nga të mirat e veta u dha Allahu, të mos mendojnë kurse si se ajo është në dobi të tyre. Jo, ajo është në dëm të tyre. Ajo e mirë me çka bën kooperaci, në ditën e Kiametit do të mbështidhet në qafën e tyre. Allahut i mbesin trashëgim qiejt dhe toka. Allahu është i njohur mirë me atë që veproni. Allahu ka dëgjuar fjalën e tyre që thanë, Allahu është i varfër e ne jemi të pasur. Ne do të shënojmë atë që thanë ata dhe që i mbytën pejgamberët pa kur farfaji, e do t'ju themi, vuane mundimin e djegjes së zjarit. Kjo është merit e duarve tuaja, se Allahu nuk është zullumçar ndaj robëve. Ata janë që thanë, Allahu nuk ka porositur që të besojmë asgjë të dërguar, derisa ai të na sjellë një kurban që do ta ngrënë zjarri. Thua ju, para meje juve u erdhën të dërguar me argumente dhe me atë që e thatë, e përse i mbytët ata nëse thoni të vërtetën. Po nëse ata ty të përgënjeshtrojnë, janë përgënjeshtruar edhe para teje të dërguar që u erdhën me argumente të prera, me shkrimet qiellore dhe me libër të ndritshëm.
Secili njeri do të shijojë vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e Kiametit. E kush shmanget zjarrit e futet në xhennet, ai ka arritur shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues. Ju patjetër do të sprovoheni si në pasurinë tuaj, si në veten tuaj, madje do të dëgjoni ofendime të shumta prej atyre që u është të libri para jush, edhe prej idhujtarëve, por në qoftë se duroni dhe ruheni, ajo është gjëja më vendimtare. Dhe kur Allahu mori zotimin nga ata që i pa dhënë libri, që gjithë qështu a publikoni atë njerëzve, e të mos e mfshehni, por ata e lanë pas dore atë për pak sen të kësaj jete. Pra, bën punë të keqe. Mos mendo se janë të shpëtuar ata që gëzohen për atë që bën, e fshehen çështjen tënde dhe dëshirojnë të jenë të lavdruar për atë që nuk e punuan. Mos llogarit shpëtim për ta, nuk e thanë të vërtetën. Ata kanë një dënim të dëmshëm. Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve e i tokës, dhe Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Në krijimin e qiejve të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtridh dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Zoti ynë, atë ti e fute në zjarr, atë e ke poshtruar, për mizorët nuk kanë ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim, e që thoshte: Të besoni Zotin tuaj, e ne besuam. Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që nëpërmjet të dërguarve tu na e premtove dhe në ditën e Kiametit mos na turpëro. Vërtet, ti je ai që nuk e shkel premtimin. Zoti i tyre i u përgjigj lutjes së tyre, e tha: Unë nuk ja hum mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri, por ata që u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm se ishin në rrugën time, luftuan dhe u vran, atyre patjetër do t'u ashlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vej në xhennete në cilët burojnë lumejnë. Ai është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i shpërblimeve është tek Allahu. Të mos mashtroj bredhja nëpër qytete e atyre që nuk besuan. Ajo është një kënaqësi e pakët, e pastaj vendi i tyre është Xhehenemi, që është vend mjerimi. Por ata që i patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë xhennetet nëpër të cilat rrjedhin lumejnë dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është pritje nga ana e Allahut, e për të mirët më e dobishme është ajo që është tek Allahu. Po edhe nga idhtarët e librit ka që besojnë Allahun, e besojnë atë që u është shpallur juve, e besojnë atë që është shpallur atyre, janë të bindur ndaj Allahut, edhe argumentet e Allahut në shpallje nuk i shesin për pak sende të kësaj jete, të tillët kanë shpërblimin e vetë të Zoti i tyre, e Allahu është që llogarin e bën shpejt. O ju besimtar, bëni durim, bëni të qëndrueshëm kundër armikut, rrini të përgatitur dhe që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. O ju njerëz, kini e frikë Zotin tuaj që u ka krijuar për një vetëje, njeriu, dhe nga ajo krijoi palën, shoqën e saj, e prej atyre dyve u shtuan burra shumë e gra. Dhe kini e frikë Allahun që me emrin e tij përbetoheni, ruajeni farifisin, akraballëkun, se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Bonjakëve, jetimëve, jepnu, kur të rriten, pasurinë e tyre, dhe mos e ndëroni të pastërtin, mallin tuaj që e keni halal, me të ndytin, me haramin, dhe mos e hani pasurinë e tyre të përzier me pasurinë tuaj, pse ky është mëkat i madh. Në qoftë se frikoni se nuk do të jeni të drejtë ndaj bonjakëve, atëherë martoni me ato gra që ju pëlqejnë, me 2, me 3 e me 4. E nëse i frikoni pa drejtësisë ndaj tyre, atëherë vetëm me 1,
ose martoni me ato që i keni nën pushtetin tuaj, robreshat. Ky, për kufizim, është më afërt që të mos gaboni. Grave jepnu dhuratën e kurorës së tyre, niqahin, më të mirë, e në qoftë se ato nga vullneti i vet ju falin diçka nga ajo, atëherë hanë atë halal të mirë. Mendje lehtësve, të papjekurve, mos u jepni pasurinë tuaj që Allahu e bëri për ju mëkamje, ata ushqeni nga ajo, veshni dhe u thoni fjalë të mira. Provoni bonjakët derisa të bëhen për martesë, e nëse vëreni të ta pjekuri, atëherë dorëzoni ju atyre pasurinë e tyre. Mos e hani atë duke shkapërderdhur dhe duke u ngutur para se të rriten ata. Kush është i pasur, le të ruhet shfrytëzimit të pasurisë të jetimeve, e kush është i varfër, le të hajë me maturi. E kur t'ju dorëzoni atyre pasurinë e vet, dëshmoni atë që ju dorëzoni. Mjafton që Allahu është llogaritës. Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lën prindërit e të afërmit pas vdekjes. Edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lën prindërit e të afërmit. Le të jetë pak ose shumë, ajo që lën ju takon pjesë e caktuar nga Zoti. Kur të prezantojnë në pjesëtimin e pasurisë që ka lënë i vdekurit të afërme, bonjak dhe varfnjak që nuk janë pjesëtar në trashëgim, jepnu nga ajo pasuri e lënë dhe atyre thuanu fjalë të mira. Le të frikësohen ata në prag të vdekjes, sikur të linin pas vete pasardhës të paaft për të cilët kanë dro, si do të jetë gjendja e tyre, le të ruan Allahut dënimit të tij dhe le t'ju thonë jetimëve fjalë prindërore. Ata që e han pa të drejtë pasurinë e jetimëve, në të vërtetë ata han atë që mbush barkun e tyre zjarr dhe do të futen në zjarrin e xhehenemit. Allahu ju urdhëron për çështjen e trashëgimisë fëmijët tuaj. Për mashkullin hise sa për 2 femra, nëse janë trashëgimtare vetëm femra, 2 e më shumë, atyre ju takojnë 2/3 e pasurisë që trashëgohet. Nëse është një femër, asaj i takon gjysma. Për prindërit, për secilin nga ata, ju takon e 6 nga ajo që ka lënë i vdekuri, nëse ka fëmijë. E në qoftë se i vdekuri nuk ka fëmijë e ata e trashëgojnë vetëm prindërit, atëherë nënës së tij i takon 1/3. Në qoftë se ai i vdekuri ka vëllezër, nënës së tij i takon vetëm 1/6. Kjo e drejtë në trashëgim bëhet pasi të kryhet vasijeti që ka lënë dhe pasi të lahet borxhi. Ju nuk dini se kush është më afër dobisë suaj, prindërit tuaj ose fëmijët tuaj. Ky përcaktim është urdhër nga Allahu. Vërtet Allahu është më i dijshmi, më i urti. Juve ju takon e gjysmja e asaj pasurie që e lën gratë e tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë, por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon 1/4 nga ajo që lën ato, pasi të kryhet testamenti i tyre dhe pasi të lahet borxhi. Atyre, grave, ju takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, por nëse keni fëmijë, atyre ju takon 1/8 nga ajo që leni pas kryerjes së testamentit që keni përcaktuar ose borxhit. Në qoftë se i vdekuri është mashkull ose femër, e trashëgohet nga ndonjë i largët pse s'ka as prindër as fëmijë, po ka një vëlla ose një motër nga nëna, atëherë secilit prej tyre u takon 1/6, e në qoftë se janë më shumë se një vëlla ose një motër, ata janë pjesëmarrës të barabartë në të tretën e tërë pasurisë, pas testamentit të porositur ose borxhit, e duke mos dëmtuar trashëguesit. Ky përcaktim është i porositur prej Allahut. Allahu është i gjithdijshëm, jo i ngutshëm. Këto janë dispozita të caktuara prej Allahut. Kush i bindet Allahut, urdhrave të tij dhe të dërguarit të tij, atë e dërgon në xhenete nën të cilin mburojnë lumenj. Aty do të jenë përgjithmonë, e ky është shpëtimi i madh. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe i shkel dispozitat e tij, atë e shtjen në zjarr të përjetshëm, e për të është një dënim i rëndë. Ato nga gratë tuaja që bëjnë imoralitet, zina, kërkoni që kundër tyre të dëshmojnë 4 vetë prej jush, burra. Nëse vërtetohet me dëshmitar imoraliteti,
byllni ato në shtëpia derisa t'i marrë vdekja ose derisa Allahu të përcakton ndonjë rrugë për to. Ata të dy prej jush që bëjnë atë imoralitet, zina, ndëshkoni, e në qoftë se ata pendohen dhe përmirësohen, atëherë hiqni dorë prej tyre, pse Allahu pranon fort pendimin dhe mëshiron shumë. Pendimi pranueshëm te Allahu është vetëm ai i atyre që e bëjnë të keqen me mos dije, shpejt pendohen. Të tillëve Allahu ju pranon pendimin, se Allahu është më i dijshmi, më i urti. Nuk është pendim i pranueshëm i atyre që vazhdimisht bëjnë punë të këqija dhe vetëm atëherë kur t'i vjen vdekja ndonjërit prej tyre të thotë: Unë tash u pendoa, e as i atyre që vdesin duke qenë jo besimtar, dhe atyre kemi përgatitur dënim të ashpër. O ju që besuat, nuk është lejuar për ju të trashëgoni gratë e të vdekurve në mënyrë të dhunshme, as t'i shtrëngoni për t'u marrë diçka nga ajo që ju keni dhënë atyre, përveç nëse ato bëjnë ndonjë imoralitet të hapur. Qoni jetë të mirë me to, nëse urreni ato, bëni durim që Allahu të jap shumë të mira në një send që ju e urreni. Në qoftë se dëshironi të ndëroni ta merrni një grua në vend të një gruaje të lëshuarës, i keni pasdën shumë të madhe, mos merrni prej saj asnjë send. A do të merrni atë pa të drejtë e në mënyrë mizore? Dhe si mund të merrni atë kur njëri tjetri ju keni bashkuar në një shtrat dhe kur ato kanë marrë prej jush një besë të fortë? Mos u martoni me ato gra me të cilat qenë të martuar prindërit tuaj, me përjashtim të asaj që ka kaluar para islamizmit, pse ajo ishte turpërsi, përbuzje e traditë e shëmtuar. U janë ndaluar juve të martoni me nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, bijat tuaja, bijat e motrës, nënat tuaja që u kanë dhënë gji, motrat nga xhiri, nënat e grave tuaja, vjehrat dhe vajzat që janë në kujdesin tuaj e të lindura prej tjetër babai, nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk kanë pasur kontakt me to, me gratë, atëherë s'ka pengesë të martoni me ato vajza, dhe janë të ndaluara gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj, jo të bijve të adoptuar, dhe të bashkoni për një herë në një niqah dy motra përposa asaj që ka kaluar. Vërtet, Allahu fal shumë është të mëshirues i madh.